po në themel të vetën ka të bëjë me keqpërdorimin e atyre militantëve dhe demokratëve, dhe atyre njerëzve që me të vërtet besojnë. Sepse ato njerëz që marrin atje shumica e besojnë që nëpërmjet kësaj lëvizje ose nëpërmjet kësaj forme të protestave mund të realizojnë largimin e Ramës. Kjo është një shpresë, dhe shpresa vdes së fundit. Por keqpërdorimi i tyre është gjë e pafalshme për drejtuesit e opozitës sotme. Për ato që e dinë me vetdije, sepse një pjesë e mirë e dinë që kjo është një tallje, po edhe për ato që mendojnë që nuk është tallje dhe mund të realizojnë diçka, kjo është për të dyja palët. Sepse në momentin që ti merr përgjegjësi ti thush vetes politikan dhe ti je në elitën drejtuese të një fronti opozitar, ti ke edhe barr shumë trënd përsipër dhe nuk mund të thush nesër unë nuk e di, apo këto gjithmonë domthon këtë akuzë, domthon këtë justifikim kanë nxjerr. Për shembull, qeverisë e Basha 8 vjet për dënë dhe katandisi si mos më keq të thonë nuk e dinim. Ndodhin fenomene të tilla të bashkëpunimit me Ramën, nuk e dinim. Ndërkohë që sa herë ndodhin këto ngjarje të rënda për frontin opozitar në 8 vjeçin e qeverisë e drejtimit nga zoti Basha, në atë 8 vjeçar nuk mund të thuash isha për 8 vjet budalla. Dhe një pjesë e mirë atyre nuk nesër fare mirë do thonë kur dështojnë në gjitha këto, po ne nuk e dinim.